Pasuritë minerale të trullit shqiptar. Pasuritë e shumta minerale ka trulli shqiptar sepse kemi shumë llojshmëri të shkëmbimit, shumë llojshmëri të depozitimeve dhe shumë llojshmëri të strukturave shkëmbore. Në pjesën veriore dhe lindore të vendit tonë, mbizotohen shkëmbim magmatik, pra kemi minerale metalor, kurse në atë perëndimore dhe jugore mbizotohen depozitimet sedimentare, prandaj kemi lëndë tjekës. Pasuritë minerale një ndalën lëndë tjekshme, minerale metalor dhe minerale jo metalor. Lëndë tjekshme është gazi natyror, tek të gaza, tek të lëndat është nafta, dhe të ngurtat është qymyri, ligniti, torfa, bitumi. Te mineralet metalor kemi kromin, bakrin, ekonikelin, plumin dhe zinkun, oksidët. Oksidët janë zerori i aluminit. Te mineralet jo metalor kemi azbestin, magnezitin, sjufurin, fosforitin, krivalurin, gipsin, ankilat, glycerorin, dolomitet, mermeri, rëra kuarcit, burët dekorativ. Ku nxirren secila nga këto? Të gazi natyror ne e kemi në kodrat e Liviakës. Të lëndat që kemi naftën e gjejmë në disa zonë. Në zonën e Kuçopës, në zonën e Ballshit dhe Patoksit, dhe mendohet që ka edhe në Bregun dhe detin Jon. Bregun dhe detin Jon. Të ngurtat, qymyri dhe në burimin më i vjetër i qymyrit e gjejmë në fushkrokin e Korçës. A gjendet në struktura argjilore dhe ranore. Pra argjilore dhe ranore. Ligniti është një cilësi më dobët e qymërburit. Torfa akoma dhe më dobët. Ku gjendet torfa? Gjendet në ish kënetat e tikushme, si në kënetën e Tumanës, Bufi, Oxhana, Maliq. Ka qenë dekompozime të mbetjeve apo barishteve, apo pimve, apo pemëve, apo drurve që gjendeshin në këto këneta dikur. Kurse bitumin e gjejmë struktura depozituese sedimentare të argjilave dhe ranore. Njërë kryesore dhe vetme e kemi atën në Selenic të Florës, në Selenic të Florës. Pra lignit është lloj qymyri me ngjyrë kafë të errët, që të më të lehtë dhe që jep më pak nxehtësi se uret e tjera. Kalojmë tek mineralet metalor. Fillojmë me kromin, gjendet në shkëmbim magmatik ultra bazik. Krom nxirret në Polqis, Kras, Malsin e Jakobës. Krom gjejmë edhe në Malsin. Kalojmë bakrin. Bakri gjendet në Malsin Bukmildit, në gjegjen Kukës, në Malsin e Jakobës. Bakër gjejmë ashtu në Malsin e Gashit dhe në Malsin e Vitkuqit. Ekonikeli në rrjedhën e mesme dhe sipërme të lumit shkëmbim. Boksitet gjejmë në Alpet që janë zerori i aluminit. Kromi gjejmë shkëmbim magmatik ultrabazik që kanë pak dioksid silici. Nuk kanë lartësi të madhe dhe kanë bazament të gjerë. Bakri në shkëmbim vulkanogeno-sedimentar. Kalojmë tek mineralet jo metalor, azbesti ose amianti, i cili është shumë i rrezikshëm për jetën. Aty kemi shkëmbim gjendet. Pra, në lindje të vargjeve të lurës dhe në rrugëtimin e Milici, në Malsin e Martaneshit dhe në Malsin e Bosporës dhe Vitkuqit. Magneziti e gjejmë në Malsin Bukmildit. Sjufurin në Malsin Bukmildit. Fosforiti e gjejmë në vargjet e rajonit jugor, Trebeshin dhe me shëndëllit në Gjëri Bureto, dhe në vargjet bregdetare. Kripa e gurit e gjejmë në Dumren,
por e jemi dhe pranë dhrovjen e Saratës dhe në përcim e kolonjës, si dhe në Kaliq. Gipset ka prapit gjërë e Saratit, ja të lidhur me shërbim të sedimentar gërqëror karbonatik. Gjemë në martësim e korabit, i gjemë në plajn e Dumres, i gjemë në martësim e Kovereshit të tjerë. Argjila dhe këta ka prapit gjërë, së që gjemë në mësirë përgjimore. Gërqëror ka prapit gjërë shumica shëmbimeve në tonë në botje të gërqëror. Mermeri i gjemë në mburë të Peshkopis. Rani kuarcit për gjatë bregdetit pra mermeri dhe rani kuarcit për gjatë bregdetit pra kurët dekorativ, ku ka shëmbim gërqëror. Përpara dhe pas 1910-ës, përpara 1910-ës dhe në 1945, e patur pak cilësi, por edhe përpunim të lëndëve djegëse si dhe mineraleve metalore, pra shëmbimeve matematike. 45-ën u bëri në përkishme, sepse i mëdhajnë në cilë madhe industrisë së rëndë, e cila lidhesh drejt me nxjerrjen dhe përpunimin e mineraleve. Pas 90-ës u pesha ra për shkak të mos konkurencës me kapitalin e huaj dhe produktet që vinin nga jashtë. Pasuri minerale me thametin në djegshme, që janë të gaztat, të lëndë ngurta, në minerale metalor, cilët ne kemi krom, bakër, kemi produsit të boksite, dhe në minerale jo metale, por që kemi asbest, magnesi, sjofor, fosforit, buri, e të tjerë dhe të kurët dekorativ. Shikojmë pak hartën në cilët gjejmë strukturat e rrodosjes dhe pasurit minerale dhe lëndë djegëse të metonë. Lidhen gjithmonë me ndërtimin gjeologjik të çdo vendi dhe të tonë. Mangani, asbesti, tali, kuarci, argjila, dolomitët, ja shëmbimeve të sedimentare, vazhdojmë përsëri, reshtë, graniti, përdorur në ndërtim, gipset, sapethan, anhidritët, etc. Republika e Shqipërisë, me shërinë e saj, ka shumë dëshmëri të shëmbimeve, për shembull kromi, bakër, krom, nikel, e të tjerë. Krom, e bakër, pak e një shërbim të tjerë të shëmbimeve.